person ka në dorë të hakmerët, po falë për hatër të Zotit. Subhanallah. Ka në dorë me mu hakmar, me i bon dëm tjetrit, ma tjetë më shumë se që ka boj, po falë dhe të lërën për hatër të Allahu Gjeleshan. Është edhe kjo tjetëra që neve nga kap edhe sedra, pastaj jetojmë me sedr, jetojmë me inatin ton, edhe jetojmë pastaj për atë për egon ton. Se themi, ja, ma merë kjo tjetëri për dopsi, ta vlerësa Allahu vetë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, 3 gjëra thot i ka vendos Allahu Gjeleshanu dhe i ka bërë ligj. Ma naqasa malu min sadaqa. Nuk ka për të ndodhur asnjëherë që një sadaka ta paksoj pasurinë, vetëm se shton. Nuk ka për të ndodhur asnjëherë që një sadaka që jep për hatër të Zotit ta paksoj pasurinë. Nuk kam dëgjuar asnjëherë dhe s'keni për të dëgjuar as juve që dikush dha për hatër të Zotit dhe ngeli i varfër. Pasha Allahu në ligj i Zotit. E dyta, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Nuk ka për të shtuar Allahu Gjeleshanu dikujt që fal vetëm se krenari. Kush fal vetëm se do i shtoj Allahu krenarin. E dyta dhe e treta, wa man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Ai i cili tregohet modest për hatër të Zotit ka për ta ngritur Allahu Gjeleshanu. Kush tregohet modest ka për ta ngritur Allahu Gjeleshanu. Ligji që ka vendosur Zoti dhe ne ka dhënë edhe në tekstet fetare. Wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Da ata që i falin njerëzit, e Zoti don ata që bëjnë bamirësi. Kjo është bamirësi e madhe të falësh për hatër të Zotit.